Përshëndetje, në një video të re, siç e lexoni edhe nga titulli, do ndaj me ju disa gjëra që mendoj se na bën të dukemi më shik. Dua të tregoj edhe gjërat që unë të paktën kam ndryshuar në rutinën time dhe kam mësuar sepse mendoj që çdo ditë ne mësojmë dhe zbulojmë më shumë stilin që ne na pëlqen dhe nisim me disa dekore për shtëpinë. Mendoj që pjesa e filxhanëve, si një vajzë që është shumë e fiksuar nga filxhant, më pëlqenin shumë filxhant e bukur cute marusha, por mendoj se ata më të bukurit vërtet është një filxhan minimalist ose klasik. Nisa me filxhanin sepse këtu bëra çaj, por në fakt shumë pak pika ka ngelur sepse e xhirova videon. Nuk më pëlqeu se doli dhe po e xhirojmë për herë të dytë. Kjo gjë nuk na bën shumë shik, por doja që të dilte sa më mirë si video. Dhe mendoj se filxhan, unë do t'ju vendosë, do t'ju edhe disa foto që ta vizualizoni më shumë gjërat që unë them, edhe do jenë kështu estetike dhe të bukura, kështu si na pëlqejnë. Edhe do ju sugjeroj këta filxhan këtu. Duken shumë bukur dhe diçka tjetër nëse e keni vënë re tek pjesa e dekorit të shtëpisë, nuk më pëlqejnë më shumë ngjyrat, edhe të jem ajo vajza konsumatore që të blej çdo gjë kur është tetor, Halloweeni apo Christmas, dua që shtëpia të jetë sa më minimaliste, por në të njëjtën kohë të jetë cozy, e ngrohtë, të jetë më shumë me aksesorë dhe me dekore që zgjasin gjithë vitin, sesa vetëm për një sezon. Prandaj mundohem që të blej gjëra që ju agjej vendin gjithmonë, edhe për Krishtlindje mendoj se Krishtlindjet më shik dhe më të bukura janë Krishtlindjet stil Ralph Lauren dhe nëse keni parë do jenë shumë në modë këtë vit dhe mendoj se janë ato ngjyra që na bëjnë t'i duam Krishtlindjet edhe më shumë. Tjetër që mua më pëlqen shumë kur e shoh të tjerët, sidomos tek vloggerët që unë ndjek, por edhe tek vetja ime janë qërinjt. Dhe nëse prisni miq, ndisni gjithmonë qërinjt sepse e bën ambientin më cozy. Por kujdes, mos ndisni qërinjt të gjatë të hollë sepse do ta ktheni në një date romantik, edhe do duket pak çuditshëm dhe nuk do jenë shumë rehat miqt që do ju vinë në shtëpi. Prandaj varet çdo gjë, këftoni dhe këprisni dhe më pëlqejnë qërinj të tillë që të jenë të thjeshtë, në ngjyra neutrale dhe të jenë edhe me aromë të mirë. Që jemi tek shtëpia, diçka tjetër që më pëlqen shumë për sezonin e dimrit janë çarçaft dhe kuvertat që të jenë minimaliste, të jenë me vija ose të jenë në ngjyrë kafe, bezh, në ngjyrë jeshile errët, këto ngjyrat neutrale ose të bardha gjithmonë edhe e bardha, edhe të kenë ndonjë detaj të bukur, ndonjë shirit, por në pranverë dhe në verë dua detaje shumë romantike, dua ngjyra pastel, dua ndonjë print të vogël, varet gjithmonë nga sezoni për pjesën e çarçafeve, sepse kur vjen pranvera, vera, duam pak ngjyra. Ne kalojmë tek stili. Kalojmë tek veshjet, mirë që kemi edhe ulje, do t'ju jap disa sugjerime dhe këshilla që të keni parasysh. Mendoj sepse mua më ka ndihmuar shumë për veten time, për të pasur një garderobë sa më të pasur, dhe them të pasur për mënyrën që ti mund t'i veshësh shumë herë dhe duket sikur ti ke shumë veshje dhe veshjet që ti ke marrë janë timeless, përqendrohuni gjithmonë në veshje minimaliste, ngjyrë neutrale, mos guxoni shumë tek ngjyrat roze, kuqe, sepse nuk mund t'i vishni shumë herë. Kurse ngjyrat neutrale mund t'i vishni edhe çdo ditë të javës, por mund t'i kombinoni në mënyra të ndryshme dhe duken shumë bukur. Unë do t'ju sugjeroja që për uljet gjithashtu për Black Friday ose ti keni gjithmonë parasysh është për një garderobë të pasur dhe të bukur, është të merrni 2 xhinse, një palë xhinse të errta dhe një palë të hapura, pantallona të bardha, pantallona të zeza, ndoshta edhe pantallona bezh, bluze të thjeshta, të bardha ose ngjyrë kremi, ose edhe ngjyrë gri,
gjithmonë bluze neutrale, mos guxoni të bluzet me ngjyra, sepse nuk do mund t'i vishni dhe t'i kombinoni shumë herë. Pastaj gjaketat unë vdes për gjaketa oversize, mendoj se çdo vajze i shkojnë dhe duken shumë bukur me pantallona, me xhinse, me streqe, me funde, me çdo gjë mund t'i vesh, madje edhe me tuta, edhe pse nuk është stili im, por Hailey Bieber do t'i rinin shumë bukur. Dorashkat janë shumë shik, sidomos dorashkat lëkurë, në ngjyrë të zezë, të kuqe dhe në ngjyrë vishnje, por edhe kafe të errët. Unë i dua një palë, më sugjeroni ku mund t'i ble. Diçka tjetër që unë mendoj që të bën të duke shik janë edhe pulovrat, por gjithmonë pulovra në ngjyrë neutrale, ose dhe gjysmë golfat. Janë shumë të bukur, do me të gjysmë golfave ju referohem që mos të kenë shumë të theksuar pjesën e jakës tek qafa, të jenë në gjysmë dhe të jenë në ngjyrë gri, në ngjyrë të zezë, bezh, gjithmonë ngjyra neutrale ose në ngjyrë të bardhë. Mos të jenë shumë oversize, por as shumë të ngushtë, diçka të mesme. Diçka tjetër që mendoj që na bën të dukemi shik dhe duhet që të investojmë është ripi. Për rip, mundohuni që të merrni 2 ngjyra. Mos eksperimentoni shumë, sepse nuk e se do t'i vendosni. Mundohuni që të keni një rip të mirë lëkurë në ngjyrë të zezë, taketa të toksën madje gold, edhe në qoftë se keni mundësi, mund të merrni një firmë të mirë, por në qoftë se mundësit nuk janë, mund të shkoni për thrifting dhe gjeni ripa shumë të mirë dhe cilësar. Dhe një ngjyrë tjetër për ripin do më pëlqente në ngjyrë kafe, sepse mund ta kombinosh edhe në dimër, por edhe në verë. Në verë mendoj se ripi ngjyrë kafe kombinon edhe më mirë se i jo. Por gjithmonë duke pasur parasysh 2 tonet e ngjyrës kafe, atë të si cappuccino, që shkon më shumë në verë, por më pëlqen shumë edhe kafe e pjekur që kombinon shumë bukur në vjesht dhe në dimër. Ju ngelet ju të zgjidhni për garderobën tuaj. Por ndjeni që ripi e ndryshon totalisht veshjen. Në qoftë se kemi një veshje xhinse të bardha, një bluzë të bardhë, vendosim një rip të zi, të bukur, mos të jetë as shumë i trash, as shumë i holl, dhe një pullover, dhe një xhaketë duket outfiti shumë i bukur. Edhe është shumë i thjeshtë, por aman duket shumë shik, shumë e veshur. Diçka që mua më pëlqejnë shumë dhe kam pafund koleksion janë pupat. Si një person që nuk vesh dot taka, sepse edhe punën e kam të tillë. Takat nuk janë shumë të favorshme për në Tiranë, prandaj unë mundohem që të vesh pupa. Dhe outfiti del shumë i bukur me pupa. Ka vajza që nuk i veshin pupat, por e dini sa bukur dukeni. Thjesht gjeni një pupë që t'jetë e rehatshme, sepse pupa këtë ka problem që mund të mos jetë e rehatshme, po varet se çfarë firme blini. Edhe në qoftë se janë lëkur, sidomos 100% lëkur, në fillim lëkura është pak e fortë, dhe normale që në fillimet e saj do të vrasi pak këpuca, po derisa të hapet pak pupa dhe pastaj e visht një fare lehtë. Diçka tjetër që mendoj që është një element shumë i rëndësishëm për lukun janë vathët. Në qoftë se unë dal pa vath, nuk jam vetvetja, mendoj se të japin atë shkëlqimin në fytyrë, edhe ndaluni te ngjyrat gold ose silver, vath të thjesht, mos të jenë të egzageruar, dhe duken shumë bukur ose vathët me perla ose me gura, do me thënë në një gur të thjesht aty dhe të japi atë shkëlqimin, duken shumë bukur. Kalojmë tek flokët. Tek flokët mendoj se flokët me onde dhe të jenë prerje me shkallëzime duken më bukur se sa thjesht flokët e drejtë. Mendoj se me shkallëzime, prerja me shkallëzime është më shik se sa modeli i një floku të drejtë të gjatë. Mendoj se të jep më shumë jetë, në qoftë se janë të pak të çrregullt, nuk është ajo ondja perfekte, as nuk e dua të ondën perfekte, në qoftë se floku ka volum, është akoma dhe më i bukur. Për model do më pëlqente gjithmonë një topuz
as shumë lart as shumë poshtë, por të ketë vijën në mes tek flokët. Unë do ju lë, ju a kam thënë, por po ju paraqes edhe foto për secilën kategori. Kurse për aksesor, mendoj se aksesorët ngjyrë gold ose në ngjyra neutrale, do t'ju paraqes disa foto për kapset, na bëjnë të dukemi shumë chic. Ndonjëherë nuk i kushtojmë rëndësi sepse nuk i shohim flokët mbrapa se si duken dhe kur janë të kapur, por keni parasysh vjen shumë re. Tjetër që mendoj që na bën të dukemi chic dhe të kuruara është një make-up i bukur dhe është ai make-up në make-up. Një keni parasysh të ketë atë shkëlqimin, atë pastërtin, por jo i egzageruar. Dhe diçka që ua sugjeroj me zemër është që mos t'i bëni qerpik të fallco. Mua nuk, as te vetja nuk më pëlqejnë, por as tek personat që i bëjnë. Më vjen keq që mos ma merrni si ofendim, është sugjerimi im, nuk do të thotë që unë kam të drejtë. Por sipas syrit tim, duket më bukur ai syri i thjesht, madje deri mel mundohuni, të paktën unë për veten time mundohem që mos ta theksoj shumë qerpikun, mendoj se duket më bukur diçka më e thjesht, diçka më fine, se sa diçka që të bërtasi. Për thonjt, tani kalojmë dhe tek thonjt, më pëlqejnë më shumë thonjt minimalist, stil old money, mund të jenë French ose mund të jenë ngjyra neutrale ose me refleks pasqyrë, por të jenë mesatar ose të shkurtër. Duken shumë herë më bukur dhe më të kuruar, dora duket më fine se sa një dorë me thonjt me tipsa. Nuk e din nëse jeni dakord të paktën deri tani me sugjerimet që unë ju kam dhënë, por unë po ju jap si për veten time, gjërat që unë kam përmirësuar tek vetja ime. Tani kalojmë tek çanta. Mendoj se për çantë e para, mos blini çanta fake. Nuk janë të bukura dhe unë e dija se një çantë fake kushtonte shumë pak lek, diku te 10.000 lek ose 20.000 lek të vjetra. Por kam marrë vesh që çantat fake shkojnë edhe deri në 100, 200, 300, 400, 500 dhe mua më duket gjëja më absurde që ti të blesh diçka që ti, ok, kur ty ta hedhin ose kur ti nuk ishe ose në qoftë se je për thrifting dhe nuk je 100% e sigur që ajo është një çantë fake dhe ti e merr me mirë besimin që është, por nëse ti e di dhe po shpenzon gjithë ato lek për një çantë fake, të lutem mos e bëj. Me ato lek më mirë merr një çantë e cila është lëkur, është material më i mirë, nga një brand që është më pak i njohur ose nëse nuk është brand fare, mund të shkosh për thrifting dhe gjen një çantë lëkure që ajo i ka rezistuar viteve sepse është e përdorur, se sa një çantë fake. Për çantat mundohuni që ti blini materialet mira, por edhe për çanta super luksoze unë nuk jam. Mund t'ju sugjeroj disa brende siç është Polen, COS, Arket, Massimo që kanë çanta cilësore, janë shumë të bukura dhe mundohuni që të merrni ngjyra neutrale, si ngjyrë kafe, ngjyrë të zezë ose ngjyrë bezh ndoshta, ose ndonjë ngjyrë ulliri, ngjyra që janë të kombinueshme. Kurse nëse nuk keni një buxhet të tillë, mund të shkoni tek Mango ose tek HM-ja, ka modele të bukura çantash. Diçka tjetër që mua më bën që ta dashuroj janë syzet optike, por si një vajzë që nuk ka probleme me syt, shqyr zotit, më pëlqejnë thjesht mund të jenë për mbrojtje nga kompjuteri me refleks blu ose mund të jenë thjesht syze me xham transparent. Unë do t'ju lë disa modele që mua më pëlqejnë dhe që duken shumë chic. Ta kemi thënë në këtë video fjalën chic. Ta mbyllim me atë që mendoj se është më rëndësishme për të qenë chic, është që t'jemi të sjellshëm, t'i respektojmë njerëzit, komunitetin dhe mendoj se kjo është ajo gjëja që na bën të jemi njerëz përshëmbari, njerëz të kuruar, njerëz të mirë dhe njerëz të bukur. Të sidhemi mirë me të gjithë njerëzit, të sidhemi mirë në shoqëri, me këdo. Të
themi fjalën e mirë, të t'japim energji pozitive, edhe e sigur që në mbrapsht do marrësh të njëjtën energji. Unë dua ta mbyll këtë video dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Dua që të më shkruani dhe disa gjëra që ju mendoni që na bëjnë të dukemi më shik. Unë jam shumë kurioze t'i lexoj. Edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer si video. Një video ndryshe, por ka një qëllim të mirë. Do pudhja këtë. Më pafshim. Ciao!